Lindja e Isakut dhe dëbimi i Ismaelit, Zanafilla 21. Vargjet kyçe të këtij kapitulli. Lexojmë dy vargjet e para. Dhe Zoti kujtua për Sarën ashtu siç kishte thënë, dhe Zoti bëri për Sarën ashtu siç kishte premtuar. Sara mbeti shtatzan dhe i lindi Abrahamit një birë në moshën e pleqërisë në kohën e caktuar nga Perëndia. Sara tha, Perëndia më bëri të qesh kushdo që do ta dëgjoj, do të qesh bashkë me mua. Vargu 6. Tani do të lexojmë vargun 12. Por Perëndia i tha Abrahamit, gjithçka që të thotë Sara dëgjoje, sepse nga Isaku do të quhen pasardhësit e tu. Lexojmë dhe vargun 19. Pastaj Perëndia e hapi sytë dhe ajo pa një pus ujë. Atëherë shkoi dhe mbushi bishtin me ujë dhe i dha djalit të pi. Kapitulli 21 është kapitulli i gëzimit të arritur dhe i dhimbjes që vjen bashkë me të. Isaku lind dhe e qeshura e Sarës që diku ishte mosbesim te kapitulli 18 bëhet gëzimi plot. Por gëzimi sjell edhe krizën, 2 fëmijë, 2 nëna dhe një shtëpi që nuk i mban dot të dy. Dhe Perëndia si gjithmonë vepron, edhe aty ku dhëm, mbulon si Isakun dhe Ismaelin. Konteksti historik dhe kulturor. Fëmia që ishte premtuar brenda një viti te kapitulli 18-14 erdhi. Abrahami kishte 100 vjet, Sara 90. Bibla nuk e zbukuron, thot thjesht Zoti bëri për Sarën ashtu siç kishte premtuar. Vargu 1. Aty qëndron e gjithë historia. Ai tha, ai bëri. Dhe mes të dy foljeve kaluan 25 vjet. Premtimet e Perëndis nuk vdesin nga vonesa. Ato thjesht presin kohën e caktuar. Vini re hollësit e bukur të vargut 7. Sara ushqeu me gjinj një fëmijë, gruaja që kishte qeshur me mosbesim kur ju tha se do të bëhej nën, tani po ushqen me gjirin e vet fëmijën e premtimit. Trupi i saj, ai trupi vdekur për të qenë nën, Makët 4:19, po jepte qumësht. Perëndia jo vetëm që çeli mitrën, por rigjallëroi gjithë trupin. Kur ai mban fjalën, nuk e mban me gjysmëmasa. Por duhet kuptuar edhe situata e shtëpisë. Sipas ligjit të kohës, fëmia i lindur nga shërbyesja kishte të drejta trashëgimie. Dhe Ismaeli si i pari kishte të drejtën e pjesës më të madhe. Tani që lindi Isaku, dy të drejta po përplaseshin. Kjo s'ishte thjesht grindje me zgrash, ishte çështja ligjore e rëndë. Dhe Sara e kishte parasysh mirë, nëse Ismaeli trashëgonte bashkë me Isakun. Premtimi i Perëndis nga Isaku do të quhej pasardhësit e tu rrezikohej. Ajo nuk po vepronte vetëm nga xhelozia, por po mbronte premtimin, sado ashpër duke i mënyra. Le të ndalemi tek 7 vargjet e para. E qeshura që ndryshoi kuptim. Sara tha, Perëndia më bëri të qesh, vargu 6. Kujtoni kapitullin 18. Sara qeshi fshetas me mosbesim kur dëgjoi premtimin. Zoti e dëgjoi dhe e qortoi. Pse qeshe? Tani i njëjti gëzim, por i kthyer përmbys. E qeshura e dyshimit u bë e qeshura e përmbushjes. Dhe vini re fjalët, kushdo që do ta dëgjoj do të qesh bashkë me mua. Gëzimi i Perëndis është ngjitës. Kur ai mban fjalën, gëzohen jo vetëm ata që prisnin, por edhe ata që dëgjojnë. Isaku, ai qesh, erdhi në botë si ftesë e gjallë për të gëzuar me Perëndin. Dhe Abrahami i vuri emrin e duhur, Isak, vargu 3. Pikërisht siç kishte thënë Perëndia te kapitulli 17 vargu 19, pa ndryshime, pa emra alternativ. Kur Perëndia e zgjedh emrin, ne e mbajmë atë emër. Vargjet 8 deri në 13. Kriza e festës. Ditën kur Isaku ndaloi së pirigji, festë e madhe u bë. Sara sheh Ismaelin duke u tallur. Vargu 9. Fjala origjinale hebraike është e njëjta fjalë me Isak, sahak, të qeshësh. Ismaeli po luante Isak, po e qeshte, po e tallte. Shumë studiues besojnë se ishte tallse ndaj Isakut si trashëgimtar, dhe Sara e mori si kërcënim serioz. Reagimi i saj ishte i ashpër. Do bëj këtë shërbyeset e djalin e saj. Vargu 10. Abrahami u pikëllua shumë. E donte Ismaelin. Ky është çasti kur Bibla na tregon zemrën e Atit. Nuk ishte një zgjedhje e ftohtë, por një dhimbje e vërtetë. Dhe Perëndia flet, dëgjoje Sarën, sepse nga Isaku do të quhen pasardhësit e tu. Nuk ishte aprovim i xhelozisë së Sarës, ishte sqarim i planit. Dy rrugë nuk mund të bëhen një.
premtimi ka emër dhe emri ishte dhe është Isak. Vargjet 14 deri në 21, Agari dhe Ismaeli. Abrahami ngrihet herët në mëngjes dhe kishte vendime të vështira për të marrë. Ai i jep Agarit bukë dhe ujë dhe e dërgon. Kjo sken ka Jehonën e kapitullit 16. Kemi sërish Agarin në shkretëtir, sërish me djalin, sërish pa shpresë, u i mbaroi. Ajo e la djalin në një shkurrë dhe u largua, dhe tha, nuk mund ta shoh vdekjen e djalit tim. Vargu 16. Dhe pastaj sërish ndodhi mrekullia. Perëndia dëgjoi zërin e djalit. Vargu 17. Ismael. Perëndia dëgjon. U dëgjua sërish, emri i tij u vërtetua edhe një herë. Angjëlli thërret Agarin. Shoh, ngrije djalin, mbaje fort për dorë. Dhe Perëndia i hap syt, dhe ajo pa pusin që kishte qenë aty gjatë gjithë kohës. Ndonjëherë Perëndia nuk na sjell burime të reja. Ai na hap syt për ato që janë aty dhe nuk i shikojmë dot prej lotëve. Vini re edhe një hollësi tjetër. Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit, vargu 17, dhe jo të nënës. Agari ishte ajo që qante me zë, djali ishte ai që vuante në heshtje, nën shkurre, por Perëndia dëgjoi të dy zërat dhe madje u drejtua tek ai që nuk fliste. Kjo na thot diçka shumë të rëndësishme, sepse edhe ata që s'kan forcë të thrasin me zë dëgjohen nga Perëndia. Heshtja e dhimbjes s'është pengesë për veshët e tij. Vargjet 22 deri në 34. Marrëveshja me Abimelekun. Kapitulli mbyllet me diçka të papritur. Abimeleku, mbret pagan i kapitullit 20, dhe që kishte qortuar Abrahamin, vjen vetë dhe kërkon të bëjë një marrëveshje paqeje me Abrahamin. Perëndia është me ty në gjithçka që bën, i tha. Vargu 22. Dhe armiku e sheh bekimin e Perëndisë mbi jetën e besimtarit dhe kërkon fëmijësinë e tij si avantazh. Abrahami pranon, por fillimisht rregullon një problem. Abimeleku i kishte marrë pusin me forcë shërbëtorëve të Abrahamit dhe e sqaron, i jep 7 shenja si dëshmi dhe vendi quhet Bersheva, pusi i 7 ose pusi i betimit. Dhe Abrahami mjell një pemë thërret emrin e Zotit, vargu 33. Kemi sërish altar, kemi sërish adhurim në mes të jetës së përditshme. Paqja me Abimelekun, pusi u sigurua, pema u mboll. Abrahami po ndërtonte jo vetëm jetën e vet, por edhe të ardhmen e fëmijëve të vet në tokën e premtuar nga Perëndia. Fjalët kyçe të këtij teksti. Ashtu siç kishte thënë, ashtu siç kishte premtuar, vargu 1. 2 herë brenda një vargu fjala e Perëndisë dhe premtimi i Perëndisë. Teksti e thot 2 herë, jo nga neglizhenca, por me qëllim. Fjala e tij dhe premtimi i tij janë një. Ai nuk thot njërën dhe premton tjetrën. Çdo gjë që del nga goja e tij mbahet. Isak, vargu 3. Emri origjinal Yitzhak, ai qesh. Tashmë e njohim. Emri i zgjedhur nga Perëndia 17-19. Emri të qeshurës së Sarës 18-12. Dhe tani emri i gëzimit të arritur. 3 kapituj me të njëjtin emër, dyshim, premtim, përmbushje. Çdo Isak i jetës tënde ka 3 faza, mos u ndal tek e para. Tallur, të qeshësh, vargu 9. Fjala origjinale Tsahak, e njëjta rrënjë me emrin Isak. Ismaeli bënte Isak me Isakun. Loj fjalësh e dhimbshme. Ai që trashëgonte emrin po tallej me atë që trashëgonte premtimin. Konflikti i mishit me premtimin shfaqet edhe si loj fëmijësh, por shkrimi e merr seriozisht. Bersheva, vargu 31, nga ber, pus, dhe sheva, 7 ose betim. Pusi i betimit ose pusi i 7, vendi që do të bëhet një nga qendrat kryesore të jetës patriarkale. Isaku dhe Jakobi do të kthehen këtu. Emrat e vendeve mbajnë kujtesën teologjike të popullit. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Pali e merr historinë e Isakut dhe Ismaelit dhe shpjegon drejt për drejt te Galatasit 4:22 deri në 31. Ai thot se 2 djemt janë 2 figura, Ismaeli i lindur sipas mishit nga plani njerëzor dhe Isaku i lindur sipas premtimit nga fuqia e Perëndisë. Dhe shton diçka që na befason. Ashtu ai i lindur i sipas mishit përsekutonte atë të lindur sipas frymës. Kështu ndodh edhe tani. Vargu 29.
Ismaeli tallej me Isakun dhe Pali thot se kjo ndodh ende sot. Ata që mbështeten te veprat fetare, i tallën ata që mbështeten vetëm tek hiri. E kemi parë në historinë tonë, shohim edhe sot, dhe të dyja rrugët janë mes nesh edhe në ditët e sotme. Ju vëllezër, jeni fëmijë të premtimit si Isaku, por ashtu siç ai i lindur sipas mishit përsekutonte atë të lindur sipas frymës, kështu ndodhet edhe tani. Por çfarë thot shkrimi? Do bëj shërbyesen dhe djalin e saj, sepse djali i shërbyeses nuk do të trashëgojë bashkë me djalin e gruas së lirë. Vargjet 28 deri në 30 te Galatasit 4. Me fjalë të thjeshta, Pali po thotë se edhe sot ka dy rrugë për të qenë fëmijë të Perëndisë. Rruga e përpjekjes njerëzore Ismaeli dhe rruga e besimit e premtimi Isaku. Dhe të dyja nuk mund të jetojnë bashkë, nuk mund të shpëtohesh gjysmë me vepra dhe gjysmë me hir. Duhet zgjedhur njëra. Mendojeni kështu, nëse dikush ju pyet pse do të hysh në qell dhe ti përgjigjesh sepse jam pak gëzuar dhe jam përpjekur të jemi mirë. Aty ke dy fëmijë në shtëpi. Hiri nuk ndan pushtet me meritën. Isaku trashëgon i vetëm ose nuk trashëgon. Krishti është i lindur i madh, i lindur nga një premtim. Luka 1:35. Fryma e shenjtë do të vijë mbi ty, i persekutuar nga djemtë e mishit, drejtuesit fetar dhe trashëgimtari gjithçkaje. Ne të lindur nga besimi jemi fëmijë të premtimit bashkë me ta. Dhe pusi i Bershevës ka dhe ai Jehonën e vet. Jezus i ul pranë pusit të sikarit dhe tha: "Uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim ujë që gufon për jetë të përjetshme." Gjoni 4:14. Agari gjeti pus në shkretëtir, Jezusi është pusi i hapur për të gjithë, jo vetëm për Isakët, por edhe për Ismaelët e botës. Aplikimi për ne sot. Nënat tona kanë zakon të bukur kur presin fëmijët, mbajnë rrobat e vogla gati, të lara, të palosura, javë para lindjes, jo nga një nervozizëm, por nga besimi se po vjen fëmija, ta kem gati. Kapitulli 21 na fton të jetojmë kështu ndaj premtimeve të Perëndisë. Nga ky kapitull neve marrim këto mësime. Së pari, kur Perëndia mban fjalën, gëzohu me zë. Sara nuk e mbajti gëzimin brenda, e bëri thirrje. Kushdo që dëgjon do të qesh me mua. Kur Perëndia të mban fjalën, pas pritjes, pas vujtjes, pas dyshimit, tregoje. Gëzimi i mbajtur brenda privohet nga forca, gëzimi i ndarë me të tjerët shumëfishohet. Dëshmia jote e gëzimit mund të jetë e qeshura e dikujt tjetër. Së dyti, mos ngatroj Ismaelët me Isakët e jetës. Ismaeli ishte i vërtet, i dashur, i bekuar, por nuk ishte fëmia i premtimit. Edhe ne kemi Ismael të dashur, plane të mira, mundësi reale, marrëveshje me vlerë, por që nuk janë premtimi i Perëndisë për ne. Kur Isaku lind, Ismaeli nuk mund të qëndrojë. Pyet çfarë po mbaj unë bashkë me premtimin e Perëndisë, kur të dy nuk bashkëjetojnë dot. Së treti, kur Perëndia të çon në shkretëtir, mos i mbyll syt. Agari qante dhe pusi ishte aty. Donjëherë zgjidhja jon nuk mungon, ne mungoj me sy të hapur. Dhimbja, frika, lodhja na mbulojnë syt. Lutu, Zot, më hap syt. Dhe pastaj shiko sërish rreth teje. Ndoshta pusi është më afër se ç'mendon. Së katërti, ndërtoj marrëdhëniet me paqe edhe me ata që gabuan. Abimeleku kishte gabuar me Abrahamin dhe pra Abrahami hyri në marrëveshje me të. Nuk harroi, rregulloi problemin e pusit në fillim, por nuk e la armiqësinë të ngurtësohej. Paqja ndërtuar hap pas hapi dhe me ata që na lëndojnë është trashëgimi për fëmijët tanë. Së pesti, mbill pemë. Abrahami mbolli një pemë tek Bersheva, vargu 33. Pema rritet ngadalë. Abrahami kur s'do ta shite të rritur, por e mbolli prap. Kjo është gjua e besimit afagjat, punë për brezin tjetër, jo vetëm për ditën tënde. Çfarë po mbjell sot, do ta korr djali yt, nipi, kisha e nesërme. Bibla kur nuk na thot se Abrahami qau kur u largua nga Bersheva duke lënë pemën e vogël pas, por na thot se besoi, mbill me besim, edhe kur nuk do të jesh aty ta shohësh. Së gjashti,
Thërrit emrin e Zotit edhe në ditët e zakonshme. Pas marrëveshjes, pas pusit, pas pemës, Abrahami thirri emrin e Zotit, vargu 33. Jo vetëm pas mrekullive edhe pas ditëve të zakonshme të punës dhe marrëveshjeve, adhurimi nuk është vetëm për momentet e mëdha. Është zakoni i çdo dite të rëndomtë. Çfarë mësojmë sot nga Zanafilla 21? Në fakt, Zanafilla 21 na tregoi premtimin e rritur pas 25 vjetësh. Ashtu siç kishte thënë, ashtu siç kishte premtuar, qeshurën e dyshimit e kthe në gëzim të plot, dhimbjen e Atit që do boj djalin e tij të parë, dhe Perëndin që dëgjoi edhe Ismaelin në shkretëtir, pusin e hapur para syve të Agarit kur ajo nuk e shihte, dhe Abrahamin që mbolli pemë për brezin tjetër dhe thirri emrin e Zotit në ditën e zakonshme. Gëzimi dhe dhimbja jetojnë bashkë në të njëjtin kapitull, dhe Perëndia është i pranishëm në të dyja. Mbaje mend këtë varg. Perëndia më bëri të qesh, kushdo që do ta dëgjoj, do të qesh bashkë me mua. Zanafilla 21:6. Kur Perëndia mban fjalën, tregoje gëzimin, sepse gëzimi i ndarë bëhet dëshmi. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju, dhe Zoti ju bekoft.